Sërish deputetja Kejti Mehmeta më është bashkuar në program për të vijuar me diskutimet në kontekstin politik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Është hera e parë që ju kam në program në këtë rrugëtim në Report TV, edhe aktiviteti politik është disi më i rrallë në pjesën tuaj, apo jam i gabuar? Po, disi pak për arsye personale familjare, pak edhe për shkak të situatës politike të viteve të fundit, e cila jo gjithmonë i përshtatet profilit publik për cilin unë kam zgjedhur të jem aktive në politik, por padyshim që qëndrimet e mia vazhdojnë të jenë të njëjta, të forta, të zëshme, sa i takon reagimeve dhe qëndrimeve, po themi, që unë kam. Por duke i ndjekur në korale gjitha zhvillimet që vijnë politikave. Patjetër, diskutohet. Dhe si duket paktën situata që është aktualisht po nis me këtë në Partinë e Lirisë edhe për shkak të presidentit e reagimeve të bëra të ish-presidentit Meta në Burg. Është një situatë e mirë, e keqe, që kërkon një angazhim edhe më të fortë. Flas në formë force, se situata e mirë me presidentin në Burg sigurisht nuk është e mirë, por flas në raport me atë zhvillim që ata kanë ndër vete. Nëse do të flas në lidhje me partinë dhe zhvillimet e partisë, është një situatë që te kalon çdo lloj normaliteti, e cila nisi si e tillë që me sulmet politike të vazhdueshme që janë bërë drejtuesve të ish-LSI-së dhe sot Partisë Lirisë, sulme në cilat u përfshin dhe institucione të cilat nuk ndoqën rrugën e tyre ligjore për cilën ekzistojnë si institucione, por që u përdorën dhe vazhdojnë të përdoren në gjykimin tim politikisht për të dëmtuar një nga partitë kryesore dhe më të rëndësishme besoj në Shqipëri, sa i takon jo vetëm të zbururit opozit, por të krijuarit një lloj balance, stabiliteti në raport me shoqërinë. Pasi ky ka qenë roli që ka kryer LSI dhe më pas patjetër edhe Partia e Lirisë, qoftë kur ka qenë pjesë e pushtetit, sepse ka ndihmuar që të ruhen balancat, që të ketë kërkesë llogarie, që të tërheqi prej veshit, të tërhiqet dhe veshi, pra nuk kam asnjë dyshim që në kohën që LSI ka pas qeverisur, qeverisja ka qenë shumë e mirë, kjo për shkak të pozicioneve që ne kemi patur, patjetër edhe për shkak të kontributit tonë, por nga ana tjetër edhe si një zë i fuqishëm në opozit. Dhe goditjet kanë filluar shumë herët, mjafton këtu të përmendim faktin që në zgjedhjet e 2021-shit, LSI-ja, që është sot Partia e Lirisë, mblodhi mbi 125.000 vota të vlefshme, që u përkthyen në 4 mandate në parlament, ndërkohë që një parti tjetër me vetëm 30.000 vota u përkthye me 2 apo 3 mandate në parlament. Kështu që këtu kuptohet se u ndërhy në të gjithë sistemin pikërisht për të goditur, mendoj unë, LSI-n Partinë e Lirisë, por dhe çdo parti tjetër e cila do tentonte që të merrte pozicionin që Partia e Lirisë. Ja arritën qëllimin? Po patjetër që i arritën qëllimin, sepse siç e thash, në rast se votat do të lexoheshin ashtu siç qytetarët e kishin dhënë, ne do të ishim përfaqësuar në parlament minimumi me 7 deputet, pra duke marrë në konsiderat ndarjen gjeografike, dhe në mënyrën më optimale me 10 deri 11 deputet. Pra nëse do të ikim me logjikën që një deputet në Shqipëri, në varësi të zonës ku kandidon, duhet mbledhë 10 deri 12.000 vota me logjikën e hersit, po themi. Ndërkohë që ne në logjikë kemi pas mbi 100.000 vota të përfaqësuara në gjithë Shqipërinë. Dhe më besoni që nuk është e lehtë ta marrësh votën. Pra të marrësh këtë lloj besimi nga qytetarët edhe në kushtet e 2021-shit që vinin mbas 2 vitesh që ne nuk ishim pjesë e parlamentit, pjesë e bashkive, e këshillave bashkiake për shkak të vendimeve qoftë edhe të gabuara që ne morëm si opozit. Dhe nga ana tjetër, lufta e drejtë për drejtë që u bë presidentit Meta, qoftë në pozicionin e tij si president, por edhe si president i Partisë Lirisë, që është dhe vazhdon të jetë një luftë tërësisht politike, patjetër që atë qëllim pati, pra shkatrimin e degës kryesore, një prej degëve kryesore dhe të pavarura të opozitës. Dhe kjo patjetër që është reflektuar edhe në organizimin e partisë. Mungesa e liderit kryesor, i qenurit izoluar, pa mundësi komunikimi, ju vetë keni dëshmuar si gazetarë se sa e vështirë ka qenë dhe është për antarët e partisë që të komunikojnë me zotin Meta, sa e vështirë është për zotin Meta të komunikojnë me publikun dhe mënyrën se si ai është trajtuar që nga rrëmbimi i tij edhe deri më sot që të gjithë e kemi parë edhe si trajtohet në sallën e gjyqit e pakrahasueshme me asnjë vend të botës
të dorës së tretë e jo më me një vend që, si që Shqipëria, që duhet jetë vend aspirant, që është vend aspirant për që në pjesë e Bashkimit Evropian. Pra, e gjithë kjo e bën të vështirë administrimin e përditshëm, mbajtjen e fokusit, betejë është ndarë në 2-3 fusha njëkohësisht, kuptohet edhe me mënyrën se si sot zhvillohet politika në Shqipëri, si është kthyer parlamenti, arena politike, patjetër edhe media në gjykimin tim, e bën vështirë që mesazhet të dalin ashtu siç duhet. Kështu që të gjitha këto nuk e kanë bërë komode angazhimin edhe strukturat, por unë ndaj besimin që në momentin që përfundimisht do të zgjidhet edhe çështja e zotit Meta me besim plot në pafajësinë e tij, patjetër që edhe partia do të marrë një tjetër dimension dhe shpresoj që do të rikthehet në forcën që ajo ka pasur përpara se të ndodhin gjitha këto. Do të kemë mundësinë t'ju pyes në vijim edhe si një ish-deputet e Parlamentit të Shqipërisë për të gjitha zhvillimet që vijnë aktualisht në vend, por duke qenë se u ndalëm edhe tek forca politike në cilën ju keni bërë pjesë atë kohë kur ishte deputete, apo edhe këndvështrimi që i jepni sot në transformimin që është bërë në këtë forcë politike. Si është ta shohësh nga jashtë? Nuk është se e shoh nga jashtë. Kur flas nga jashtë, me siguri në angazhime dhe në qëndresë dhe në gatishmëri jam i sigurt që mund ta keni, por ndoshta duke mos qenë deputete, ose duke mos qenë në një rol vendimarrës disi për ta ngritur zërin më lart. Kjo është ajo që dua të them. Shiko, unë mendoj se për të pasur angazhim politik dhe nëse do të angazhohesh për çosh mesazhe, ekzistojnë gjitha format dhe forumet. Dhe për këdo që do ta bëj angazhimin politik dhe për këdo që beson në qëndrimet e tij, pra unë besoj në qëndrimet e mia, jam opozitare, ndaj bindjen që kjo është qeverisja jo më e keqe që ka parë Shqipëria, po që besoj do të shihet në vazhdimsi në vende demokratike, gjysmë demokratike në botë, e korruptuar, e dëmshme për qytetarët, e dëmshme për vendin. Pra këto janë besimet mia dhe vizioni që unë kam se si duhet të jetë politika dhe politikbërja në Shqipëri. Unë mund të gjej kudo forumin për të shprehur këto qëndrime, për t'i mbajtur pa qenë fare dyzuar, pavarësisht se çfarë ndodh brenda strukturës politike ku unë kam bërë pjesë apo bëj pjesë. Patjetër që kam kritikat e mia në mënyrën se si gjërat duhet të organizohen, por kam edhe mirë kuptimin për situatat ku ndodhemi. Dhe e kuptoj që dhe mendoj që është ka një vend për t'i bërë këto debate që në këto momente në gjykimin tim është brenda strukturave dhe mendoj që ky është momenti që publikisht flasim për ato që i shërbejnë masës së gjerë. Në sistemin politik aktual që ne kemi në Shqipëri, ne nuk kemi përfaqësues. Ne kemi të nominuar. Pra, për mënyrën se si u bën ndryshimet në kodin zgjedhor, qoftë përpara, qoftë me këtë ndryshimin e listave, prishjen e koalicioneve, kështu me radhë, fatkeqësisht ne nuk kemi më përfaqësues të popullit. Ne kemi të nominuar. Dhe të nominuarit e emëruarit përgjithsisht janë ata që do të kornizohen, pra do të marrin një formë të ashtu siç e kërkon momenti, situata për të kënaqur palët të cilët i kanë nominuar. Nuk është kjo një formë e trashëguar? Jo, nuk është një formë e trashëguar. Unë jam bërë pjesë e politikës e më shumë të vogël, edhe kur unë jam zgjedhur, patjetër kam qenë e emëruar, patjetër që po, por ka pas një reflektim të ndryshëm nga ai që është sot. Sepse sot futen në garë, po themi për një qarkun e Tiranës, 40 kandidat, nga të cilët 17 e din pa filluar akoma që do të jenë deputet. Dhe kontributi i tyre është fare i parëndësishëm ose i rëndësishëm, po nuk po marr kahje politika, pra ata mund të bëjnë ç'të duan për sa kohë marrëdhënia e tyre me ata që i kanë emëruar, që kryesisht janë krerët e partive, është një marrëdhënie pozitive dhe qëndron pozitive. Ndërkohë që gjithë pjesa tjetër duhet luftojnë, bëjnë betejën, të kërkojnë votën, të bëjnë ballafaqimin, të kenë peshën publike, kështu me radhë, për të grumbulluar atë masën e gjerë të votave për partinë. Dhe kjo është fare e pandershme kur ti je në opozitë, ku kushtet janë shumë të vështira për të përcuar, dhe kjo është shumë qesharake kur ti je në pushtet, sepse nuk pastaj aty dhe individi humbet fare peshën e tij, sepse fushatën, politikën e bëjnë institucionet
e bën të fortit, e bën paraja dhe kjo është një gjë e konfirmuar. Tani më nuk është një gjë që unë po e them, është një gjë që e din qytetarët që kalojnë çdo ditë, kanë thënë gjitha raportet që kanë ose çdo institucion ndërkombëtar që ka shkruar qoftë edhe 3 rjeshta për zgjedhjet në Shqipëri. Kështu që në këtë kuptim, ajo që ndodh sot në gjykimin tim në parlament dhe në politik nuk është vetëm problem në partinë që unë kam aderuar, por mendoj që është në tërësi. Pra konceptualisht sot nuk ka më politik në Shqipëri. Sot ka disa krerë që janë në politik për arsye të ndryshme, me qëllime dhe vizione të ndryshme, dhe pastaj ka njerëz të nominuar të cilët nëse arrin të formsohen, nuk do të thotë kjo që është e keqe detyrimisht, ose ndërmjet tyre ka nga ata që bëjnë punën e tyre në mënyrë shkëlqyer, por nuk është koncepti i zgjedhjes. Ty si qytetar, po drejtohem me ty, ka humbur e drejta që ti të zgjedhësh. Pra ti zgjedh vetëm partinë, edhe atë prap në numra. Për shembull, nëse do të gjykoni me dhe zgjedhjet e fundit për Bashkinë e Tiranës ose për qarkun e Tiranës, reflektimin në përqindje të votave nuk ka asnjë sens me ndarjen e mandateve. Pra nuk mundet që pa marrë 50% votave qytetarë, është të marrë shumicë absolute të administrimit të kryeqytetit, po them si zgjedhje qoftë edhe parlamentare. Kështu që në këtë kuptim ty të ka humbur fare vota, të ka humbur edhe kur je i lirë ta japësh atë si do, palë pastaj kur ti imponohesh nga krimi, nga institucioni, nga administrata që për hir të vërtetës është administrata jo më e keqe që ka parë ky vend, po në gjykimin tim secili prej me shumë pak përjashtime, secili prej punonjësve të administratës, po të hetohet ashtu siç duhet, do të ishte sot pas hekur. Ky është kontekst i të thonit politik, apo ju e besoni 100% se një gjë tillë nuk ka qenë më herët për shembull? Kur zoti Meta ka patur fuqi edhe më të mëdha? Unë mendoj këtë gjë. Apo koalicion? Unë mendoj këtë gjë që në këto vite u bën 36 vite që fatkeqësisht ne nuk po dalim dot nga periudha e tranzicionit, përkundrazi, duke sikur po hecim mbrapsht. Patjetër që nuk kemi pasur institucione të forta, patjetër nuk kemi pas balancë institucionesh, patjetër ka pas abuzime të pushtetit, këtë nuk e vën dyshim. Por në periudha të caktuara ka pas një limit, ka pas përgjegjësi individuale, ndërsa tani nuk ekziston më as limiti as përgjegjësia individuale. Tani, këtë e them me ndershmëri të plotë, ne bëjmë edhe punë private, kuptohet sepse jetojmë në këtë vend, dhe kuptojmë se çfarë po ndodh. Ta them me përgjegjësi të plotë, nuk ekziston një institucion në këtë vend me cilin qytetari përballet dhe të përballet me një punonjës shteti i cili e bën punën e tij me seriozitet. Pra që në momentin që ti përballesh me institucionin të sheh ty si një job. Dhe jo job që do shkojë arkës së shtetit, po job që do shkojë në xhepat e tyre. Dhe kjo është e padiskutueshme. Në këtë vend, ata që punojnë, se nuk dua t'i përgjigjsoj, sepse kjo për mua është frym që vjen nga drejtimi. Kupton, nuk është se unë mendoj që ai specialisti ka dëshirë të dalë nga shtëpia e tij dhe të përballet me qytetarin, po është frym. Dhe ti me çdo institucion që përballesh, shikon një shkatrim. Ata nuk njohin ligjin, nuk njohin rregullat, nuk njohin komunikimin me qytetarit. Ata njohin vetëm parat që shkojnë në xhepat e tyre. Dhe ky është një tmerr. Ky është realiteti që ne po jetojmë këto, nuk e kam as bindje, kam jetuar e jetojmë në përditshmëri. Kështu që merren në bazike, ne kemi fëmijë të vegjël. Tmerr për të çuar në çerdhe, tmerr për analiza, tmerr për spitale, tmerr për konsulta. Pra të merre që këtu, domethënë niste që nga aja, që sot ti të mundet të rrisësh një fëmijë pa e çuar shkollë fare, pa menduar tek shkolla, të ikën më shumë se gjysma e rrogës së muajit. Merr çmimet që ne paguajmë për të jetuar, të banesave. Ne si çifte të reja sot nuk kemi asnjë mundësi të blejmë banesa, ose të blejmë banesa të cilat do të shlyhen për 30 vjet, 40 vjet dhe po i shlyhem dot, po arritëm ta bindim bankën që rrogat tona mjaftojnë për t'i blerë, dhe s'po flas në qendër ose në Tiranë, tani po flas në periferi. Shikoni kostot e arritur me 60% kostot e jetesës. Këto s'po i them unë, i thon qytetarët, i ndjen çdo ditë, po i thon edhe raportet. Tani të gjitha këto nuk janë perceptim politik. Nuk është perceptim se si kur kanë jetuar më mirë qytetarët, në 2013, në 2017, në 2021 apo në 2026. Këto janë të thënat, janë të faktuara, janë fakte, të thëna në raporte. Kështu që marrë të gjithë këtë konsiderat, mendoj që ne bëjmë pak të gjithë. Bëjmë pak për të lëvizur. Pra ju lexuat pak më parë, kur po unë isha këtu në studio me ju,
Tha që raporti I Bashkimit Evropian është dhe më I keq se ai që u paraqit. Po ka një qëndrim më kritik, po. Dhe është shumë I zbutur se realiteti në Shqipëri. Se ajo që ne jetojmë. Kjo nuk është perceptim. Dakord, po për shembull nga një pikë pyetje dhe më vjen edhe keq paralelisht për diçka. Ju keni qenë deputete e Parlamentit të Shqipërisë. Dhe flisin në këtë gjuhë. Në këtë formë. Nuk dua të nënkuptoj diçka, por në këtë formë. Realiteti që shifni Konstantoni, ndoshta me të drejtë. A ndryshua diçka? Po mendoj që po, unë prandaj ju thash. Sepse ata që na ndjekin në ekran, thonë, "Okej, zonja në studio flet, ka qenë deputete, a ndryshoi diçka? Se çfarë mund të ndryshojë nga shtëpia?" Dhe nuk dua ta them këtë për të demotivuar ata. Po, ja. Përkundrazi, por ndoshta duhet nisur kështu një herë, nga që u dha mundësia të ishin në parlament. Dhe unë kështu e nisa diskursin tim me ju, pavarësisht kritikave që unë mund të kem, dhe ndoshta I kam më të ashpra se kundërshtarët politike kështu më radh, ju thash që ndaj bindjen absolute që në kohën kur Shqipëria është bashkëqeverisur, në kohën kur ka pasur pluralizëm politik, pra ka pas disa aktorë në skenën politike, në kohën kur deputetët lodheshin për të marrë besimin e qytetarëve, në kohën kur patjetër ka pasur edhe krim, edhe korrupsion, këto kanë bashkëtuar me ne, po kur këto kanë qenë në një lloj balance, Shqipëria ka jetuar ndryshe. Unë isha në parlament, po kam votuar kundër qeverisë. Me gjeni sot një deputet, përveç se kur është për në një ekzibicionizëm politik, që të votoj kundër qeverisë. Ju keni votuar kundër qeverisë? Në disa raste, në qeverisë unë isha pjesë. Në disa raste, jo në një, në shumë raste, në disa raste, partia që unë përfaqësoj ka penguar ligjet të tëra që të vinë në parlament. Se jo, nuk është çdo gjë vetëm ajo që duket, njerëzit dhe harrojnë, kanë kaluar vite këtu, ka aq konsum lajmi, sa që dita merr ditën. Por ka pas shumë situata që ti pengon, kontrollon, ka checks, ka balances, automatikisht, sepse dy parti të ndryshme të bëra bashkë nuk përfaqësojnë të njëjtën gjë, nuk përfaqësojnë të njëjtën interesa. Qoftë edhe për këtë, ka përplasje, që është e shëndetshme. Pra gjithmonë ka shëndet. Prandaj kërkojmë pluralizëm. Kështu që në këtë pikë, nëse funksionon institucioni, patjetër dhe kontributi vlen. Ajo që unë po them është që sot edhe të doj, nëse do dikush krijon një lloj karakteri pak më të veçantë dhe do të bëjë diçka ndryshe, sistemi e godet. Dhe ky nuk është një sistem I bërë nga të gjithë ne. Patjetër ne bëm gabimin tonë politik shumë të madh, që është një gabim që ne po e vuajmë sot e kësaj dite, që është çështja mandateve, që ne lam për 2 vite rrugë të lirë parlamentit që të bënte çfarë të donte qeveria, që të bënte sistemin zgjedhor që ne kemi sot, që të ndryshonte kushtetutën, që të ndryshonte ligje. Dhe kjo I hapi rrugën faktit që sot në parlament të jetë deputetës të dëgjon njëri. Sa raste keni të deputetëve që kërkojnë interpelanca, edhe nuk ja jep njëri të drejtën. A thua ti se deputeti është në punës shteti, është përfaqësues. Unë mund të mos kem asnjë të drejtë për sa kohë përfaqësoj 10.000 qytetar, 15.000 qytetar që mua më kanë votuar, kam drejtën të kërkoj llogari, prandaj jam në atë pozicion. Pra kjo është deformuar. Patjetër dhe si rrjedhoj gabimeve tona, e pamohshme, por nuk janë gabimet tona aq të mëdha sa për të arritur në këtë pikë, saqë gjithë vendi paralizohet. Sepse në fundit ne kemi bërë qëndrime politike. Dhe të vazhdojmë të themi ka ndodhur dhe më parë një gjë e vogël, krahasuar me këtë, apo qoftë edhe me ndikim, krahasuar me këtë që po ndodh sot, kjo është një tmerr. Pra ne sot nuk po jetojmë. Ne sot po mbijetojmë. Pra ne jemi në mes të Europës, dhe po mbijetojmë. Dhe kjo mendoj që nuk është e drejtë, edhe është fatkeqësia ime, ajo që unë mendoj që është fatkeqësia më e madhe për këtë vend, është që edhe sikur e gjithë skena politike sot të ndryshohet me trënd lapsit nesër, ne nuk do arrim dot të ndryshojmë në një gjë të madhe sepse ne kemi vrarë ndërgjegjen. Çfarë është ndërgjegja? Sistemi arsimor. Pra u bë vite të tëra që goditet në mënyrë konstante sistemi arsimor, që të prodhohen breza të tërë, të cilët nuk kanë ndërgjegje, nuk kërkojnë, kanë frikë të luftojnë. E mbani mend protestën e studentëve? E di çfarë ka qenë gjëja më e tmerrshme të dëgjoje? Që studentët ktheheshin në shtëpi sepse prindrit I thonin, të lutem s'do më heq nga vendi punës. A kuptoni, kjo është të vrasësh thelbin e shoqërisë. Përsa kohë një shoqëri nuk mendon, nuk ka shkollim, nuk ka edukim, nuk ka mendim kritik, është e destinuar që të vuaj. Dhe ne nuk po vuajmë sot, ne përpasoj të këtyre që kemi për shumë vitesh në qeverisje, që s'po din të ndalen, do edhe fëmijët tanë në breza.
është problem, sistemi arsimor do të paktën të ndërhysh sot, do të paktën 10-15 vite të t'jap feedback. Fëmijët tanë nga 5 vjeç dhe 20, do ke ndalë një jetë. Pra kjo është problemi madh dhe kjo është problem konceptual, nuk është vetëm qëndrim politik. Në ndryshimin e figurave të mundshme që mund të bëhen, edhe që thoni me të drejtë ndoshta për të tjetërsuar disi situata në vend, një gjë tjetër nuk ndodh, shohim një kryeminist të një force politike, kryetar opozite, sikurse është rasti i zotit Berisha, te i kaluar çdo lloj imagjinate, i rastit i zotit Meta, që është gjithashtu, pra 3 figurat kyç janë po të njëjtit. Edhe rasti i fundit i zotit Meta. Pra nuk është se ka një ndryshim të një force dhe po e pengon një forcë tjetër. Dhe për këtë duhet marrë dhe një opinion, jo vetëm për zotin Meta, po dhe në tërësi. Për shembull rasti i zotit Berisha. Nuk ndaj të njëjtën mendim me ju. Sepse ne prodhojmë liderat që kërkojmë. Prodhojmë politikën që kërkojmë. Ky është një zinxhir. Pra nëse ne jemi konformist, shikojmë gjendë ngushtë përpara se të gjërës, nuk e kanë fajin ata që janë në pozicionet, sidomos në këtë kuptim, në kuptimin e liderave. Pra do të thotë që ne si shoqëri kërkojmë këtë. Por nëse... E kërkojmë në rastin e të 3 figurave? Patjetër e kërkojmë, e pranojmë, e duam, na pëlqen, sepse në rast se suportohen figura të reja me karakter, me identitet, me dinjitet, unë jam shumë e bindur që do ta gjejnë vendin edhe në arenë. Kjo është pa diskutime pamundur në mazhorancë, pa diskutime pamundur, mazhoranca të qendrit në pushtet e bën pamundur të dalësh kundra liderit, është jashtë logjike, por mendoj që kjo është, pra ky është, mendoj unë ky është ai ngër që ku ne kemi ngelur. Dhe duhet të kuptojmë edhe një gjë tjetër, që në kushtet që është Shqipëria sot, të bërit opozitë është e vështirë. Kërkon sakrifica shumë të mëdha. Sepse situata është personale. Ti e ke personale me ata që ke përballë, e ke personale me ata me cilët po punon ose bashkëpunon. Ju e keni parë që sot për të organizuar një protest, më shumë analizojnë po pse e bëri dhe si e bëri protestën, se sa kur duhet themi që Shqipëri duhet ketë shumë më tepër reagime dhe protesta se sa këto që janë aktualisht. Pra, nuk merremi asnjëherë me thelbin, përfshiktu edhe të gjithë angazhimin publik e mediatik, nuk merremi asnjëherë me thelbin, asnjëherë pse, qoftë një njeri vetëm, po merremi sa gabime bëri, e bëri keq, e bëri mirë. Po ky është deformim mendimi. Dhe kjo e bën patjetër më dëgjoj. Pra ne po flasim për një forcë politike, unë po them ka përgjegjësi demokratike që është unë po them ka përgjegjësi opozitare më madhe në vend. Ne patjetër që do referojmë se unë po e çoj më tej, unë po them ka përgjegjësi dhe shoqëria, jo më aktorët, kjo është pa diskutueshme. Duke qenë se bëhet një kritik, them, nuk është se për shembull media ndalet aty dhe nuk është se duhet marrë përsipër të jap argumente për gjithë mënyrën se si argumenton ndërton media, por thjesht për të dhënë një përgjigje që media duhet merret edhe me atë çka sjell apo nuk sjell ndryshim. Pra, nëse nuk motivon një opozit, është një barr për të gjithë qytetarët. Shiko, me ky mendoj që është mendoj unë që është një qëndrim se nuk dua të them gabim i thellë, se është pak fjalë e madhe, nuk kusha mund të them gabim, po mendoj që është një qëndrim i cili në thelb deformon atë që thash më parë që është ndërgjegjen. Duhet të kuptojmë që angazhimi përfshi të njerëzve publik dhe të medias, që është një pushtet i 4 në çdo vend të botës, nuk bëhet për të mbështetur një opozitë apo një mazhorancë, po për të ndihmuar shoqërinë. Dhe në këtë rast, nëse nuk është çështja a gjykon në opozitën, mazhorancën apo një parti të caktuar bën mirë apo bën keq. Çështja është sa e nxit shoqërinë për të qenë një shoqëri më e mirë. Dhe unë mendoj që ky është një rol i rëndësishëm që media duhet ta luajë. Për faktin se pavarësisht se është private, është media e cila funksionon për të mirën e shoqërisë. Tu bjem dakord. Sa ka licenca publike, sa ka një rol publik, sa ka një rregulator e kështu me radhë. Pra thënë këtë, pra nuk i referohem unë të qendrit kritik ose jo opozitës apo qeverisë, por i referohem fenomeneve, nxitjes shoqërisë për të reaguar në tërësi. Ne nuk nxitim shoqërinë të reagojë. Po lëre më partinë politike fare. Nuk bën një parti, del një tjetër, nuk bën një ç'a ndodhi në Hungari. Çfarë ka ndodhur në Itali, çfarë ka ndodhur në Greqi. Kanë dalë partitë vogla, individ të rinj, që kanë krijuar një ndryshim, kanë krijuar një frym, kanë krijuar një erë të re. Por kanë gjetë një përkrahje në shoqëri. Pra, edhe unë dua të tejkaloj të dalë, të shkoj tek fenomeni, ta tejkaloj kritikën që mund të jetë, mund të qëndrojmë, mund të kemi edhe këndvështrime ndryshme për këtë gjë dhe hajde të debatojmë.
por nuk është ky problemi. Pra nëse shoqëria po vuan plagë të thella, probleme të rënda, zgjidhja nuk është duke kritikuar atë që s'ka gjë ndorë ta bëj. Po ndoshta edhe duke ndoshta edhe duke i dhënë edhe një vizion, edhe një suport se njerëzit publik e kanë këtë detyrë. Se ka njerëz që bëjnë show, ka njerëz që bëjnë spektakle, ka njerëz që marrin përsipër të japin mendime, të formsojnë mendime në publik. Tani nëse unë mbaroj punën gjithë ditën, jam gjithë ditën në aktivitet vështirë, hap televizorin në një moment caktuar një herë në ditë, dhe e vetmja gjë që dëgjoj është dëgjoj se kjo qeverisja është e keqe, po këta janë më të këqinj, po çfarë shpresë po marron? Nëse kjo pastaj. Po kjo është pra. Nuk kemi. Po kjo është tani, le të flasim realisht, unë dua të jem realiste më aq na dëgjoj. Nëse do godasin fenomenin e trashëguar. Po tani dhe fenomeni trashëguar ka zë rënë si gjithçka tjetër. Nuk besoj se disa analistë mund të jenë në studio japin opinionet e tyre në të orientojnë. Problemi këtu nuk është 1-2, ky është unë mendoj se ky është problem masiv, është gjithandej. Po nëse trajtohet një fenomen do trajtohet edhe në kontekstin e motivimit që bëhet apo jo. Pra nëse ka një protest dhe nuk frymëzon, nuk ka prezencë, sado media të çfarë të thotë? Po më dakord jam me ju, po si u bë ka në këtë vend që nuk frymëzoka asgjë. Se tani, okay, nuk frymëzoka Partia Demokratike, ja nuk frymëzoka Partia e Lirisë, po këtu nuk frymëzon asgjë. Po se tani në 5 vitet e fundit unë jam e bindur në kush duhet frymëzoj dhe si duhet shkoj, dhe nuk po diskutoj fare këtë gjë në bindjen time. Po dal nga bindja ime dhe po them, po si nuk frymëzoka asgjë? As një ri që nuk ka pas angazhim të mparshëm, as në një që s'ka lidhje me 30 vjetë të bërës politikë në Shqipëri. Të gjithë rritë kanë marrë hapësirën e nevojshme dhe mbështetjen e nevojshme mediatike. Edhe një herë, thash si nuk frymëzon, nuk thash që e kanë marrë apo s'e kanë marrë. Thash po thua nuk frymëzon, pra nuk frymëzon asgjë. Problemi problemi shoqëror, s'po flasim për tjetër, unë e thash. Atëherë mbetemi në shoqëri. Unë e thash që domethënë këtë e kam thënë herët. Ne kemi qenë në parlament, unë kam qenë në parlament. Madje në vitin e 2 të timin, dhe kam bërë disa interpelanca me Ministrën e Arsimit në atë kohë, se është edhe më shumë drejt, nuk kanë njerëzit që t'i kujtojnë to detaje, pjesa më e madhe se shkojnë në parlamentin fare, dhe kam thënë atëherë, kemi qenë bashkëqeverisë 2014-ën, ka qenë Ministre Lindita Nikolla, kam qenë shumë e re, në moshë, edhe për të kuptuar, ka shumë se ç'kuptoj tani, kam thënë, po bëhet një dëm, pasojat e cilit do t'i marrim afatgjat, po shkatrove arsimin, do jesh këtu ku je sot 10 vjet mbrapa, me njerëz cilët përfundojnë universitetin dhe sipas të dhënave janë analfabet funksional. Dhe kjo shoqëri mbijeton, nuk ka kohë të mendoj, të kritikoj, të luftoj. Ai që kritikon dhe lufton hikën. Se nuk do të përballet me këta që të thash, të ngrihet në mëngjes, shkojnë punën e tij, të dalin para 3 punonjës shteti që me siguri nuk kanë asnjë lloj ngjashmërie formimi me ta, edhe ti thotë dëgjoj, ti po punon tani, po unë duhet fitoj nga ty. Kështu që në këtë kontekst, prandaj themun që roli jonë është shumë angazhim pa angazhim politik. Roli njerëzve që kanë marrë përsipër të kenë jetë publike duhet të jetë shumë i madh me ndërgjegje. Që të thonë vërteta siç janë, që ta zgjon shoqërinë. Dhe kjo është një shoqëri që për hir të vërtetës ka nevojë të zgjohet, ka nevojë shumë të zgjohet. Të thënë të gjitha këto më ndigjet si pyetje, por po vazhdoj sidoqoftë, nuk shih ndonjë optimizëm për të qenë pjesë e integrimit të grupimit evropian si shtet. Patjetër që po, patjetër unë... Në këtë moment e flas, se rruga patjetër që mund na çojë drejt. Rruga mund na çojë dhe duhet të na çojë, sepse ne përkasim mendërisht, po edhe gjeografikisht. Dhe mendoj që sidomos gjeografikisht do të na jap një dorë për të qenë afër. Por unë nuk besoj që Europa, vendet e zhvilluara europiane, do të mbyllin sy me ato që ndodhin në Shqipëri, sa do pjesë t'jenë ato bashkë me ne. Sepse për një qytetar që paguan taksat, që bën një jetë të thjeshtë, që nuk është në politik, nuk është i përfshirë në skema, në momentin që ai kupton që jep 40-50% e rrogës së tij shkon për taksa, nga cila do të përfitojmë dhe ne nëse jemi pjesë e Bashkimit Evropian, nuk mund ta pranoj që gjysma e taksave të tij të shkojnë në xhepat e pushtetarëve shqiptar. Nuk mundet, domethënë nuk ndodh. Dhe sa do të duan liderat e këtyre vendeve qoftë edhe për arsye gjeopolitike, që ne të na përfshin shpejt, nuk ka për të ndodhur. Sepse mjafton Shqipëria fatmirësisht ka pas edhe turista vitet e fundit, mjafton të vinë, shikojnë dhe kuptojnë se çfarë ndodh në këtë vend. Pra një shoqëri që nuk prodhon asgjë dhe vetëm industri me të cilët mbahet sot ekonomia është ndërtimi, do të thotë që është një shoqëri e cila ka probleme në formim. S'prodhojmë sot asnjë gjë. Edhe lëre politikën, korrupsionin, drejtësinë.
Po si mund të shkojmë ne në Bashkimin Evropian me nivelin e sigurisë ushqimore që kemi? Po të marrë një gjë që është del jashtë. Si mund të shkojmë ne, keni shku në spital, si mund të shkojmë ne në Bashkimin Evropian me këto spitale që kemi? Edhe thoni s'ka buxhet, vetëm taksa që paguajnë, që duhet paguajnë këta ndërtuesit, nuk e di sa do kishte bërë shkolla, spitale, arsimtar, rrugë, po i lë rrugët, se ajo është një kërkesë shumë e madhe, sa aty ka korrupsion më të madh. Integrimi do na përfshin në një diskutim dhe debate më të gjerë me siguri. Unë patjetër e shoh që e ardhmja jonë është patjetër Europa, kjo për mua nuk ka asnjë dyshim, dhe të jetë sa më afërt, qoftë me gjitha defektet që ne kemi, në momentin që afrohemi, screening është më i madh, raportet janë më dinjitoze, kërkesat rriten, dhe kjo patjetër që duhet ta vëjë shoqërinë në lëvizje, por është e kotë edhe të mendojmë që për shkak të një përkatësie ose për shkak të një situate konfliktuale në botë, ne do të na hapen ca rrugë pa u përmirësuar në vetë. Ju falenderoj. Faleminderit edhe për ftesën.